Unë me sa di edhe atëherë është ofru diçka prej ministrive. Aja që e di edhe që kishte me qenë koalicioni qëndrueshëm, sipas mendimit tim gjithmonë, kishte me qenë koalicioni qëndrueshëm, kishte me qenë me LDK-n më shku. Qysh e sheti bashkëpunimi me Nismën, dy ministrat Lima janë gjykat për tregun e naftës. A mendon që duhet me bo koalicion me Nismën, vetëvendosja tash? Po shiqone ma herët, ju e dini shumë mirë që më duket nëse nuk gaboj ka qenë kërkesa e Nismas që ta ketë kryeparlamentarin. Dhe për kryeparlamentar dihet paka shumë kush është dashur me qenë në çato situacione dhe konstelacion forcës që ka qenë. Dhe sigurisht që ne s'kemi pas gatishmëri, jo pse s'kemi dashur, domethënë ta bëjmë, po për shkak një të kaluara dhe disa gjëra të cilat i kanë përcjell, po them si subjekt politik ose si individ brenda ti subjekti politik, mendoj që nuk ka qenë e mundshme të bëhet diçka e tillë. Tash në këtë fazë jemi në një situatë krejt tjetër. Unë me sa di edhe atëherë është ofru diçka prej ministrive, gjë që nuk e di, po më duket s'kam pas gatishmërinë, me sa e di unë. Prandaj unë tash nëse ka ndryshuar situata, a jeni të gatshëm me ofru? Po shiqo, ne jemi të gatshëm me çdo njërin prej subjekteve politike, cilët kanë gatishmëri. Jo, s'jeni të gatshëm me çdo njërin. Po thu që kështu, po PDK-n s'jeni të gatshëm. Jo, me PDK është thonë deklarativisht është thonë që me PDK-n jo, por këto subjekte tjera politike të cilat kanë gatishmëri për me ndihmue, unë besoj që edhe me AK-n jeni të gatshëm? Po AK-ja nuk ka shpreh asnjë vullnet deri tash, nuk e di, ndoshta mund të ndryshoj qëndrimin tash, po deri tash ju e dini cili ka qenë qëndrimi i tyre. Qëndrimin e tyre, po kallëzon për qëndrimin e juaj një herë. A jeni të gatshëm edhe me AK-n me koalicion? Shiqo, tash unë nuk e di saktësisht dhe s'mund të përgjigjem me korrektësinë këtë pyetje tuaj, për arsye se nuk e di në çfarë raporti është. Aja që e di edhe që kishte me qenë koalicioni qëndrueshëm, sipas mendimit tim gjithmonë, kishte me qenë koalicioni qëndrueshëm, kishte me qenë me LDK-n më shku. Për arsye se me LDK-n unë besoj që kish mund të kalu edhe sfida e presidentit në vitin e ardhshëm, që mund të jetë një sfidë cili mund të krijoj krizë politike në vend. Prandaj me këta tjerë, kushdo që ka gatishmëri mu mbështet edhe mu ofru në proces për me shty proceset me interes përgjithshëm përpara, besoj që janë të mirëseardhur, edhe nuk ishte dukshme pas një farë pengese.